Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Falenderimet janë si gjithmonë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në amshim. Të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Meritat e fesë për jetën e besimtarëve janë të mëdha. Mungesa e vlerave fetare jetën do të na bën të ters. Jeta do të na kthehej në errësirë, në diçka të padobishme. Feja i ka meritat për udhëzimin ton, për drejtimin ton në rrugën e drejtë, për mesazhet, për këshillat, për instruksionet të cilat na jep për të pas një jetë të qetë, një jetë të lumtur, edhe atëherë kur ne mendojmë se ndoshta jeta jonë do të merr fund për shkak se nuk i kemi disa gjëra ose këtë e kemi, tjetra na mungon e kësaj. Këshilla që sot do ta prezantojmë është e rëndësishme pikërisht për shkak të kësaj që tham. Pra, na ofron disa udhëzime, disa instruksione, disa rekomandime se si ne, pavarësisht situatës në të cilën jemi, pavarësisht gjendjes të cilën e kemi, të jemi falendërues dhe mirënjohës për Allahun te bareke ve teala. Në fakt, na ofron diçka që jetës son i jep edhe kuptim, i jep edhe kënaqësi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men asbaha minkum aminan fi sirbi, muafan fi jasadi, wa lahu qutu yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Ai besimtari i cili gdhin në mëngjes, ndërsa e ka sigurinë, e ka shëndetin dhe e ka ushqimin ditor, është sikur ta ketë tërë pasurinë e botës. Pra, po flasim për një besimtar i cili ka këto tre gjëra, të cilat e përmbledhin pasurinë e tij, e që në fakt nga pejgamberi alayhi salatu wassalam janë cilësuar që të jenë sikur pasuria e tërë botës. Pra, ta kesh sigurinë, ta kesh shëndetin dhe ta kesh ushqimin ditor, është sikur ta kesh tërë pasurinë e botës. Çfarë i bën këto tipare që kanë këtë fuqi kaq të madhe, që një besimtar i cili në fakt mund të jetë edhe i varfër dhe mund të mos ketë ndoshta furnizimin për të nesërmen, çfarë e bën që të jetë kaq falendërues, të jetë kaq mirënjohës, të falenderohet sikur e ka tërë pasurinë e botës. Me lejen Allahu te bareke ve teala, do të mundohemi që t'i shpjegojmë këto tre gjëra në këtë hadith. Por më parë do të donim që ta kemi të qartë se jo çdo herë pasuria nënkupton vetëm paran. Pra, të jesh i pasur nuk nënkupton patjetër që duhet të kesh para. Pasuria mund të jetë edhe në gjëra tjera. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar se pasuria më e madhe dhe pasuria kryesore dhe pasuria më e rëndësishme është ajo e vlerave. Laysa al-ghina an kathrati al-ard. Pasuria nuk është të kesh mall të shumë. Walakin al-ghina ghina al-qalb. Pasuria më e madhe, pasuria kryesore, pasuria më e rëndësishme është pasuria e shpirtit. Pra, të kesh vlera, të kesh besim, të kesh virtyte, kjo është pasuria e vërtet. Dhe ne në këtë hadith bazë të cilin po e shpjegojmë, kemi këto vlera. Pra, kemi falenderimin, kemi mirënjohjen, kemi kënaqjen
me atë që e posedojmë. Dhe këto na dhurojnë, do të thotë jo vetëm një virtyt të falënderimit, por në të njëjtën kohë na dhurojnë edhe një jetë të lumtur, një jetë të qetë, një jetë të begat. Çfarë e bën sigurinë që të jetë një e mirë kaq e madhe? Çfarë e bën shëndetin që të jetë një e mirë kaq e madhe? Dhe çfarë ndikon që besimtari të kënaqet me atë që e posedon nga pasuria dhe ushqimi, qoftë edhe e pakt, pra qoftë edhe ditore. E para, kur t'jemi tek siguria, këtë më së miri mund ta shpjegojnë ata që kanë përjetuar luftra, ata që kanë përjetuar frikë. Ata e dinë se nuk ka gjë më të rëndësishme për një njeri se sa siguria. Dhe dashur vëllezër dhe motra, radhitja e këtyre tipareve në këtë hadith, radhitja e këtyre të mirave në këtë hadith është edhe sipas rëndësisë së tyre. Pra asgjë nuk mund të krahasohet me sigurinë. Nëse ne nuk e kemi sigurinë, nuk kemi kushte për të bërë jetën në rrethana normale. Nuk kemi kushte për të adhuruar Allahun te bareke ve teala. Nuk kemi kushte për ta manifestuar fen praktikisht. Pra nuk mund të falemi në xhami, nuk mund të vizitojmë njëri tjetrin, nuk mund të ndihmojmë shumë njëri tjetrin. Pra mungesa e sigurisë në fakt është mungese e të mirave të shumta. Dhe nga këtu Allahu te bareke ve teala na e ka kujtuar se siguria është një nimet, një mirësi prej tij, për cilën ne duhet të jemi falënderues edhe praktikisht. Pra jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Thot Allahu: "Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Allahu besimtarve pas frikës do t'ju sjell siguri. Ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a. Ma adhurojnë dhe nuk më mohojnë. Pra nëse ne duam që për sigurinë të cilën e kemi, dhe ne si popull veç e kemi provuar çfarë do të thotë të jetosh në ankthin e bombave, e vrasjeve, e luftës. Nëse duam që ta falenderojmë Allahun te bareke ve teala për këtë liri që e gëzojmë sot, duhet që ta adhurojmë atë. Nga se nëpërmjet adhurimit, nëpërmjet besimit të pastër, ne e falenderojmë më së miri Allahun te bareke ve teala. Ka dhe një tjetër argument në Kur'an famadh, sigurisht ka dhe të tjera, të cilat na flasin për rëndësinë që ka siguria. Thot Allahu: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Vinere, të dashurit e Allahut, besimtarët e sinqert, janë ata që nuk do të ketë frikë për ta dhe nuk do të jenë të pikëlluar, nuk do të jenë të mërzitur. Ajo që neve na intereson është se siguria arrihet duke e adhuruar Allahun te bareke ve teala. Pra nëse ne jemi besimtarë të drejtë, nëse ne jemi të sinqert, ne krahas sigurisë fizike që mund të arrijmë, pra duke u ruajtur nga armiku, nga të këqijat, ne arrijmë një siguri shpirtërore, e cila na bën që të mos kemi frikë nga llahtaria e xhehenamit, nga dënimi i dhëmshur i xhehenamit, nga frika se mund të përfundojmë në zjarrin e xhehenamit. Pra, duke qenë afër Allahut, duke praktikuar fjalën e tij, duke jetësuar porositë e tij, ne radhitemi në grupin e besimtarëve të sinqert, evlijave të Allahut, të dashurve të Allahut, besimtarëve të dalluar, të cilët nuk do të kenë frikë, do të jenë të garantuar, të siguruar nga Allahu te bareke ve teala dhe do të kenë shpërblim xhennetin. E dyta, kemi të bëjmë me shëndetin. Prej mirësive të cilat janë të veçanta tek besimtari
dhe për të cilat duhet falenderoj është edhe shëndeti. Fatkeqësisht shëndeti është një e mirë që ne e shpërfillim para çka sa e kemi. As edhe njëherë nuk na shkon ndërmend se ne disponojmë me shëndet të mirë dhe kjo është mirësi. Kur sëmuremi, pastaj e shohim që vërtet kishim pas diçka të madhe që nuk e kemi ditur se kemi pas. Pra shëndeti nuk ka qenë thjesht një mirësi e vogël ose një begati e vogël, por një begati e madhe, një mirësi e madhe që ne nuk kemi qenë të vëmendshëm ta falenderojmë Allahun sa duhet për të. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar se kjo ndjenjë mosmirënjohje në fakt është fenomen. Është diçka që është e pranishme tek njerëzit. Thotë ni'matani maghbunun fihima kathir min an-nas. Shumë njerëz nuk janë falendërues për dy mirësi, nuk janë të vëmendshëm karshi dy mirësive të cilat i kanë, as-sihhatu wal faragh. Shëndeti dhe koha e lirë. Pra, sa kemi shëndet, sa disponojmë me shëndet, nuk gjejmë hapësirë për ta falendëruar Allahun te bareke ve teala. Shprehim ankesa të ndryshme, shprehim keqardhje për shumë gjëra pse nuk i kemi, ndërsa harrojmë se nëse ato nuk i kemi, e kemi shëndetin, që është edhe më e rëndësishme se sa shumë gjëra të tjera. Sa prej njerëzve kanë milionat, mirë po nuk e kanë shëndetin. Sa vlejnë paratë e tyre në krahasim me këtë mirësi që ne kemi. Nëse ke shëndetin, i ke të gjitha. Dhe për fund pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se nëse se ne e kemi furnizimin ditor, ne është sikur ta kemi tërë botën. Pra, e kemi sigurinë, e kemi shëndetin, e kemi ushqimin për një ditë, ne është sikur ta kemi tërë botën. Sigurisht se kjo nuk nënkupton që besimtarit të mos interesohet për furnizimin e tij, të mos mendoj edhe për të nesërmen, edhe për të pasnesërmen, edhe për ditët në vazhdim. Jo, besimtari duke qenë i bindur se furnizimi i tij është në dorën e Allahut te bareke ve teala. Ai preokupohet për ditën e tij. Allahu ka thënë në Kur'an: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum." Ne u kemi ndar furnizimin njerëzve. Pra furnizimi është me caktim për Allahu te bareke ve teala. Ai thjesht me atë që i ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Nuk shprehet mosminjos, por kënaqet. Pra për dallim prej tjerëve që ndoshta mund thotë që mua në sofrën time më mungon kjo, ai ndalet dhe i numëron ato që i ka. Dhe për ato e falenderon Allahun te bareke ve teala. Pra është mirënjohës, është falendërues, nuk është përbuzës dhe nuk është dembel, nuk është njeri që nuk mendon për ta fituar idarën e tij halal, por thjesht për dallim prej tjerëve kënaqet me atë që e disponon, me atë që e ka. Dhe këto të dashur vëllezër qëndron edhe sekreti i lumturisë së tij. Një njeri që ka këto gjëra që në shumë të në rasteve nga të tjerët as që vrehen se janë pasuri dhe që e konsideron veten si njeriu më i pasur, nuk ka si të mos jetë do të thotë i lumtur. Pra ky njeri që kënaqet me këto gjëra që i ka, që tjerët nuk i shohin, nuk ka si të mos jetë i lumtur. Dhe ky njeri në fakt ka përtej kësaj ka një besim, një kulturë fetare e cila e shtyn që të ketë bindje të këtilla. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, dhe ky është mesazhi kryesor i kësaj këshille: "Undhuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man fawqakum." Shikoni gjithmonë, nëse doni të jeni falendërues,
nëse doni të mos jeni përbuzës, mos mirënjohës, shikoni ata që janë më keq se sa ju. Pra, nëse ti je ndalë dhe ke pak gjëra në sofrën tënde, dhe ke shikuar se ka të tjerë që madje as këto nuk i kanë, dhe nuk ke shikuar në dikë tjetër që mund ta ketë truezën e tij për plot ushqime të ndryshme, atëherë ti do të jesh një falëndërues. Sot pejgamberi alayhis salam, shikoni në ata që janë poshtë juve dhe jo në ata që janë mbi gjendjen tuaj. Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'mat Allah, sepse kësaj jo nuk do t'i përbozni të mirat e Allahut xhalla wala. Pra, ne nëpërmjet këtyre tre gjërave kënaqemi me atë që Allahu na ka dhënë. Dhe në këtë element, në kënaqësinë me atë që Allahu na ka dhënë, fshihet edhe lumturia dhe sekreti i saj. Allahu te bareke ve teala, elus që Allahu të na bëjë prej besimtarëve të devotshëm, prej atyre që falenderohen për gjithë të mirët që i kanë, prej atyre që gjejnë hapësirë ta falenderojnë Allahun për çdo të mirë që ju ka dhënë, jo të ankohen për gjërat që nuk i kanë. Allahun te bareke ve teala elus që juve dhe neve të na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij, dhe deri në takimin tonë të radhës ju përshëndes me selam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.